Mendoja në nivel akademik, okej, për terminale kontenierë që është një operator portuar, ku nevoja dhe e pjesa e nevoja të ka terminale kontenierëve, dhe me ndorë që pjesa më mirë, pjesa më madhe punojnë të terminalit, të kategoritë gjëqerë, mekanizator, operator mjetesh, pjesa më e specializuar e punojnë të veçoja është ajo që dikur ka pas quajtur dispatcher, me makinën supervizor, ndoshta kosha akademisë është më interesuar për një formim akademik. Ajo që unë do të sugjeroja në këtë rast është pjesa e më tepër pjesa e madhe dhe të rëndësishme. Kjo është një mësi për portin, nuk ka tas pjesa e portit. Duke kuptuar edhe këtë gjë që nevoja që ka sot porti prapë edhe që nga trajnimi në CEMA ofron pjesë të trajnimeve kaman si në dëshëtohet pjesë e formimit profesional. Në lidhje me kurrikulën, kjo është ajo që unë shikoj si pak të madhe, pjesa e madhe dhe të rrezikshme, health and safety që është të formimi. Bajtë shumë në pjesën e madhe të rrezikshme, ka këtë shtatë sotës e Gjënë Bekteshi, në portin automat, në rolin e menager operacional. Pa tashur përskritur edhe parafolë, si të më thamë që se kjo kurrikull është shumë e bukur, të më thamë kër e shikon të shkuar, kisha dy komente të vogla. Para që për mua, paktën edhe personalisht ka qenë shumë e rëndësishme në pjesën e praktikës profesionale, që kryesisht universitetet, paktën eksperiencën time, nuk po flas për Universitetin e Durrësit, pas nuk kam qenë student aty. I thoj që do të bëni një praktikë dhe nuk ka asnjë lidhje, nëse ti je tek privilegjuar ose ato që kanë pasur që njëti që ti thua mund ta ndihmosh djalin ose vajzën time se ka për po praktikë. Dhe ndër ato do të thotë bëhet si bak për studentin më tepër se sa diçka e tillë siç është në universitete ndryshme evropiane dhe jo vetëm, të cilat kanë marrëveshje bashkëpunimi me operatorë të ndryshëm, të cilat i ofrojnë dhe i thojnë ne në këto departamente që kemi për shembull në rastin tonë departamenti operacional, terminali kontenierëve ose tjerë, i ofron këto praktika dhe vetë studenti me një listë ose e cilë para praktikë që kërkon që këto janë bizneset ose operatorë të ndryshëm të cilët ofrojnë këto lloj praktike. Dhe nëse dëshiron të shkojnë në diku tjetër është mos e ndërprit. Po të ketë mundësinë, kjo është do të thënë në gjithë Shqipërinë si një mangësi të cilat mbase është edhe për shkak të këtij, por personalisht ka ndodhur që një stazh ose një trajnim është kryer në një fond. Pra, duke parë, duke komunikuar. Dhe sigurisht tek pjesa që po thonë edhe kolegu Genti lidhje me health and safety, marrë një trajnim rigoroze, por në tjetër kohë edhe në nivele siç shkruhet aty evropiane. Pra, që me edhe sistemet që operojnë në stjena autej, pra teknologjia po avancon shumë dhe është detyra dhe universiteteve që të avancojnë me hapjen e teknologjisë. Ose jo si në rastin ku ne kemi qenë në shkollë që Windows 95 ndërkohë që kishte dalë 2007 do klude tjetër. Falenderoj Luis, absolutisht është shumë vërtet dhe shumë rëndësishme pjesa e praktikave personale. Ndërkohë që në fjalën Kajdi, do të na thotë disa lidhje me eksperiencën e vetë kompania Diamant, do të thoja që për sa i përket praktikave personale në fakt, ne kemi pasur një bashkëpunim të mirë nga universitetet me disa kompanie, disa kompanie specifike në Turqi. Interesi juaj sot tregon që ne do kemi bashkëpunim të zërojmë të bashkëpunim, por absolutisht kjo është pjesë e tij. Ndërsa për Nardin, përsa i përket ne kemi pra çështje sigurie, do të kemi një program të transportit qytetar, ne kemi një program të menaxhimit të transportit por që është në nivel provincial. Realisht ne do flasim dhe për këtë do kemi takime dhe ne kemi ndërmarrje të organizojmë një surprizash për të parë dhe për të rritur bashkëpunimin direkt në çdo program. Në këtë moment ideja është të fokusohemi pak tek ky program sepse shumë rëndësishëm.
por që ai gjithmonë është absolutisht shumë. Ka